Një drek të thjesht, të shishme edhe familjare. Të dashur ndjekës, është mes i dimrit, fëmijëve të mi pëlqejnë shumë patate, kam mbledhur ca bifteqe, ai bifteku me thënë drejtën nuk pëlqeu, ishte pak mish i fortë dhe u detyrova e kam zi pak me presion. Në fillim do merrem me kavërdisjen e patateve. Patatet i kam la, i kam shpla, i kam kullu, i kam mbledh me peshqir, se edhe kërcet patatja dhe nuk skuqet siç duhet. Unë sa do t'i jap një faqe të thjeshtë, më pëlqen gjithmonë. Patatja pritet pak e plot, që mos thahet në furrë, se do dhe pak furrë. Shumë shpejt, se s'du ngjyrë, vetëm një zbutje. Gjithmonë patatja hidhet në vaj shumë të nxehtë, kur filloj t'i dali tymi vojit, atëre hudheni pataten pa fryk, që mos thithi vojin edhe të nxihet patatja, gjithmonë do ynnyrë të nxehtë edhe nxehtësi të fortë. 1 kile e gjysmë patate kisha unë këtu. Ja, tash i do t'i kaloj veçan, ju thash që sa të mori një faqe të lehtë, jo ngjyrë, vetëm t'i hy voj pak në brëmësi patates që ta zbusi, pun 2-3 minuta, jo më shumë. Kjo ishte faqja që i dhash patateve në ftere, do t'i marr t'i largoj pak ynnyrën, t'ja heq, sa patatja u skuq me 2 filxhan. Do t'i hudh pak kryp. Edhe copat e mishit i kam zi, ju thash, bifteku ishte i fortë, u detyrova, e bona i dhash një gëzime me presion, se aty është dhe lezeti, mishi duhet jetë i butë, që të shkitet, jo mish i fortë, siç ma kishte dhënë mu kasapi. Mishi do t'i hedh pak piper speci kuq, i omël, jo djegës, pikant, shumë pak. Edhe do t'i hedh pjesën tjetër të patateve. To kanë marrë pak faqe, po unë do t'i kthej kështu. Tash është gati për në furrë, po do t'i hedh longu, se dum patjetër longun e vet. Mishi duhet rri mrena, se ai forcohet. Do t'a shoh pak për kryp, e kam gati për në furrë. Jo, ka tamam. Pak spec të kuq, e jep shumë lezet, edhe pak t'lyn për këtë lloj gatimi, se duhet pak ynyra e butë, dihet që patatja do pak ynnyrë. Tash do t'i vej një letër pjekje, jo kapak, dhe letrën e pjekjes do t'a lyj pak me t'lyn, avulli që krijohet, mos e zbusi shumë pataten, ta qollosi, po e ma ynyra të butë. Tash do t'i vej dhe një varak sipër, se kjo e përthit shumë mirë nxehtësinë, dhe në qoftë se ajo fillo edhe zbutet tamam, piqani letrat, rreth 1 orë, kjo është gati me 200 gradë. Tava është bërë shumë e mirë, ka ngel pak me long, sa ashtu e kërkoj dhe vetë. Në tavolinë duhet, po patatja me njerë firon e thith longun. Është pjek siç duhet, na bëft mirë.